Unë me fitu me halal, kush me qëfar syni u mkqyra, ajo s'ka rëndësi për mu e heq. Ata që se njohin rushin, ata kanë qevesh me pa kokrën e madhe me një syni edhe qeq. Rrosh Rahovecin, midis Fshkosove, 5 euro gojbja. Ata që nuk dojnë me ble me gojbe, mund me ble me killa, 2 euro killa rrushi Rahovecit, i zi, midis Fshkosove. Jo mi lejmë për qërizin nga Rahovec. Kam dalë me shitë Fshkosovë sepse atje të na ka bëllë rrush edhe ka shumë shitësa, tu hec pak pa shumë edhe për atë arsye, ka kërkesa. A është rrushi Rahovecit më i mirë, ka edhe rrusha tjerë që janë të mirë? Ka dhe rushe tjerë, por në përgjithësi rushi Rahovecit o maj mirë. Pse s'ka rrush të barë veç zi? Po tash është përfundimi i sezonës edhe pak ditë s'ka me pas edhe zi. A mundesh me thonë një Rahovecit edhe me s'me njoft shijen e rrushit? Jo, kjo është sikur me shit mjalt, një bletare edhe me s'me njoft mjaltën. A hani bukën me rrush? Po, pa tjetër. Bukë po gache, djath, rush. Rushi është, do më thonë, pjesë e ushqimeve të rregullta në Rahovec, a? Kur bëhet rushi, është normal. Nëse muna me thonë biznes profitabile, a vlen me shitë rrush? Po ja vlen, po mos me pas lavërdi se kishin punu. Po thua? Përgjithësi, do një vetë varet. Ma shumë problem në sjellin të marketet të mdhaja, nuk e blen rushin vendor, po i marrin rush Turkije, Greqije, ku ta dijon. Qa ka rushi dallim i Turqisë dhe i Kosovës? A rrush? Po, është rush e dhaj, si kë, po dallon nga shija. Rushi i Turqisë e ka kokrën shumë më të madhe, do këtë më i heshëm, po ndokët më i heshëm, ndërsa në shija është katastrofë. A është çmimi i arsyeshëm 5 euro? Çmimeve tjera është shumë i arsyeshëm, sepse një ark peshon diku rreth 4 kg, do të thonë 5 euro është çmimi i arsyeshëm. Ndërsa në përmarkete shitet 1 kg rrush grek, që donë 2 euro gjysmë dhe 3 euro 1 kg. Plus nuk e ka shijen. Kanë qef njerëz me blesa më shumë rrush vendor, për shkak besueshmërisë, për shkak që është më cilësi, më kvalitet më. Po, shumica e popullatës blen më shumë rrush vendor. Ata që e njohin rushin. Ata që se njohin rushin, ata kanë qevesh me pa kokrën e madhe me një syni edhe qeq. Së të gojba e shetë sëtë? Po, kësvet të zotit. Që pibika që s'o shkeq puna? Elhamdulillah, nuk është keq. Nuk është keq. Të potëm të folë namazën atje, jeni besimtar? Po, elhamdulillah. Dhe kjo të banë me besueshëm të tjerë, të klientela, njerëz që blen rrush? Po, pa tjetër, sepse unë ka vite që shes këtu, edhe i kam myshteri të rregullt, pra tash do tregtare maskojnë rushin për mi qesin rush të mirë, ndërsa për fundi pjesa tjetër e arkës është e verdhë ose është i kalp. Unë ato se boj, kështu që edhe myshteria në të knaqën edhe unë jam i knaqën. Nuk e kam problem me shit. Se edhe erdhe nesër me ble prap një atyr kvalitet e gjatë. A po të me fitu pak e mira që shumë mesila? Unë po e thëmë një fjallë popullore, kajta marrë nuk ka, e dikush nuk ngopet sa do që ka, e që bon pasuni prapë se prapë e ka synin e unë, pra syni lakman, shto që duhet me e këqyrë pak edhe popullatën se në qëfar kushte jetojnë, edhe sa kanë mundësi me ble, se ti mundesh me shqit. A është marrë me shqit rrush? Jo, marrë nuk është. Pra të shumë të shqit rrush, potëm të ofalë, s'ki komplekse? Jo, as të fije. Qëllimi jam është, unë me fitu me halal, kush me qëfar syni u mkqyra, ajo s'ka rëndësi për mu e heq. Sepse njerëzit i shoh, për në realitet nuk i shoh, edhe pse i kam sytë, se nuk jetoj për ta, as nuk punoj për ta. Po mas paku ka 10 lloje. Në Rahovec i ki gjitha lloje.